Se se kemi bërë, kam dy gjëra, se se kemi bërë më përpara emisionin kështu, dhe e dyta, pse s'mendova pak për veten se me zor po rri? Se? Sa le barku. Tani, ta bëjmë piknikun si që duhet. Po, po i shkpucët. A tjetër që po. O që kpucët. Ashtu dhe. Shumë mirë. Ashtu dhe. Mirë se erdhët në piknikun tonë. Ashtu dhe. Unë për vete jam për piknik të Albano vazhdo për... Po, jo, do ri një qikur kështu në majet të malit. Mirë mëgjes edhe njerë mirë se erdhët në program. Mirë se u rikthyet më saktë, do flasim pak për piknikun sot, do improvizojmë piknik, do t'y vesh pak më sipër se kamerë pastaj i bjetë dhe bëjmë rakus nga poshtë. Pashe. Ja, urdhëra. Kemi miq tanë të ftuar, të cilët janë bashkuar në këtë piknik të improvizuar. Çmu haka o zoti madh. Do ham, po pa tjetër. Olta Shita, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faktikisht më mirë kështu, a disa rehat jemi ne, kurse majë atyre karikeve pozicionohu kamera si jemi. Është më rehat kështu. Po më rehat, bëj piknik gjithmonë ti Alban. Po du ta bëj? Du ta bëj pse jo? Mirëmëngjes Artan Gaziu. Mirëmëngjesi. Ti jeri në habitatin tënd. Po, tamam. Ti je mësuar. Madje edhe këto pufet që kemi në Lori Kafes, ti s'e ke problem fare. Rregullueshme. Mua më bë qefi që u riktheva në shtëpinë tonë. Edhe ky ambienti shumë i bukur. Ashtu ë? Shumë i bukur. Dakor, ti Klegja Trokse, se përgjithse. Jemi në piknikun tonë. Në piknikun tonë. Jam shumë dakord. Unë mendoj që ne nuk e kemi natyrën afër, po i shkojmë ne afër me natyrshmërinë që do t'i ofrojmë, kështu që besoj se ku ka më rehat se kaq. Ja. Edhe ti nuk flet, do me thënë unë flas për vete. Të t'jap një mollë ta kesh afër. 1, 2, 3. Opa! Mirë. Ndërkohë, futemi pak në temë dhe flasim pak për piknikun. Unë kam përshtypjen që ndonë se ne kemi të improvizuar tani në studio. Ndjesia është e mrekullueshme. Na ka hyrë një tjetër lloj ndjesie, ha? Me thonë drejtën, unë e kam piknik çdo ditë, atje ku jetoj unë. Si që dini dhe ju me kafshët, unë jam për ditë. Unë edhe tavolinat i kam në vëndet të ndryshme, në përbalqët të ndryshme, ku bje djeli, shkoj unë. Del djeli në orën 9 atje me vrap unë të ajo tavolina. Shkon këte me vrap. Kështu që mua kjo pjesa e piknikut, me thënë drejton, jam e fat edhe nuk më mungon. Zgara po, çdo gjë po, shqyr që kam bërë këtë zgjedhjen ideale që jam afruar natyrës. Do me thënë kisha kohë që isha larguar, tani... Bëje kërkesë më përpara? Urdhë? Bëje më përpara? Piknik? Piknik tani. Tani të them të drejtën, tani të drejtën fare, vetëm ku na çonte shkolla atëre kur ishim të ekskursione në Dajt. Sa atëre Dajti më ishte, merrnim ato bukën me vete, ç'a na bënte mami, jo domate, jo speca të skuqura, që merrte gjithë largja, ju kastraveca, edhe pastaj edhe kur ikshim në plazh, ai plazh i famshëm, se kishte ato lezetet e veta që hanin bukë të gjithë bashk, edhe me ato shalqinin më që e menin me ujë të ftohtë, që të ftohtë, se s'kishte më termos me vete, kështu gjërash. Kështu që kemi kaluar shumë bukur, kurse tani e kam piknikun në shtëpi. Tani është me fat kjo punë në Alban, çfarë bëjmë? Ti ke improvizuar, unë kam me fat. Jo, shumë rregull. Hajde një ditë jeni të ftuar nga shtëpia ime, ne bëjmë piknik po. Kur të doni. Mos e thuaj 2 herë se të erdhëm. Ore dhe 3 herë the mund t'i hajde 4 herë. S'ka problem. Çfarë do ta bësh? Çfarë doni ju? Zgjidhni. Çfarë të doni? Gjëra në baçe ke kështu që ti kpusin vetë? Po, frutat e tjerë i kam të gjitha. Bravo. Tani kanë dalë të nespullat, unë filloj të pusë që sa janë jeshile se i haj me krypë më shërë. Po, nespullat. Tani kam filluar në maj janë bërë të verdhe, kështu që çdo gjë, sheg, ullinj, qa do në më fiq. Kur dim ne se mos na kufisim. Jo, pa merak qenë të i mbyll në kafas. Jo, mos ose i kam për të hëngur mysafira. Tani, po gjenerata e re, Klegja Troksi. Hami Klegja. Unë në fakt nuk më ndodhë të bëj piknik shpesh. Së fundmi kam bërë një piknik që ka qenë shumë dinamik, sepse ne ishim një grup i madh që vendosëm të shkonim diku dhe të bënim lojra së bashku. Mua nuk më ka ndodhur, vetëm kur kam qenë në Itali që bëshim me grupet e klasës që shkonim ndonjëherë të këto vendet atje për të bërë më shumë zgar ose griljat, si e quanin ata. Edhe ndodhte ndonjëherë, por në Shqipëri nuk më ka ndodhur shpesh për shkak se
atje kishte vende të posaçme që ishin të ndërtuara, çapo hamore Alba. Fes të gjallë pra për piknik. Po jo, ne e tham që do e bëjmë me zgarë, do të kemi. Sa vim puna e zgarës nuk Okej. Ece ishta e shpreja, ece aka i spec. Aka i spec. Kishim dhe i qikist. Dhe më thoja që atje kishte vende të posaçme edhe në park, edhe në ndonjë hapësirë malore, ku ti mund ta realizoje lehtësisht. Ti mund të mblidhesh në një grup dhe ke edhe tavolinat, mjafton që ti të marrësh ushqimet. Në Shqipëri nuk më ka rastisur të ketë vende dhe hapësira të kësaj tipologjie që Hapësira ka. Po, parqe absolutisht. E kisha në strukturat, për shembull, që ke edhe zgarat, tavolinat që janë aty. Po merremi vetë. Përdorësh. Po, duhet marrë. Ne gjitha vetë kemi po. Ndoshta kjo sepse akoma nuk është në masë, por do doja ta lidhja pak që edhe kjo është si shumë trendet e tjera është një element social. Pra ne kemi manin të ndjekim trendet dhe nëse del një trend i ri, për shembull pikniku tashmë, kanë të gjithë dëshirën për të shkuar. Hapet një hapësirë e re, ekspozohet dhe pastaj ndiqet jo domosdoshmërisht sepse është influenca kaq e madhe, por edhe ty natyrshëm të vjen, po sikur të bëjmë dhe në një piknik, është edhe një lloj rikujtese. Është një lloj rikujtese. Njerëzit në jeta frenetike e harrojnë. Mund të hapet një ambient i ri që ofron këto hapësira që mund të uzufrohen nga gjithë, sepse duhet marrë parasysh që familjet ose grupet që shkojnë duhet ketë hapësira të përshtatshme për të gjithë pjesëtarët e familjes, moshat, për shembull. E kuptoj, të gjejnë të gjithë veten praktikisht. Po, të gjejnë të gjithë veten dhe sepse nuk është vetëm ideja që ideja dhe dëshira e mirë të shkosh të mblidhesh, mund të bësh diçka më tepër, për të bërë diçka ndryshe. Luan uno, për shembull. Po patjetër. Artani pastaj është me fat. Po. Ti bën piknik në çdo ditë, kam përshtypjen në pjesën më të madhe të ditëve. E kam kthyer edhe në punë, po gjithmonë pjesa e fundjavave, sepse edhe kjo fjala piknik, po ta marrësh, është një përgatitje e ushqimit që do ta hash në natyrë. Domethënë edhe në atë kohë vitet përpara, siç e tha dhe Olta që përgatiste nëna diçka dhe ne kalamajt me zor prisnim që do dilshim të dielën ose të shtunën kur do ishte. Edhe do shkonim tek ai vendi të shtronim ato batanie dhe ato jastiqet, edhe grumbulloheshin kalamajt dhe ndaje e ushqimi dhe ajo ishte gjëja më e bukur për ne në atë kohë. Kurse sot trendet kanë ndryshuar pak, e kupton, është larguar pak kjo pjesa e piknikut, sepse tani njerëzit kanë makina, kanë kështu, shkojnë diku në vende më të bukura. Po mirë, po mund bësh piknik atje. Mundohen disa familje, për shembull, disa familje shkojnë edhe e bëjnë këtë punë. Kurse neve e kemi gërshetuar me këtë dalje në natyrë ose ecjet, për shembull, që bëhen. Dhe unë si guid, për shembull turistike, gjej vendet më të bukura dhe llogarisje ata dhe të bëjnë pak pushim, po edhe të shijojnë pak ushqimin edhe duke parë natyrën. Domethënë, janë këto që ti do mundohesh që njerëzit mos ta kuptojnë, po edhe ju them, pak hani, mos hani shumë se rëndoheni. Edhe gjithmonë kur janë vendet më të bukura, neve vazhdojmë edhe ato shijojnë panoramat. Plus ka dalë dhe trendi fotografive, këtyre gjërave tjera që janë... Ka dalë tani. A mund të bëhet piknik pa foto? Jo, është e pamundur. Ja, direkt. Kur të tha dhe Artani... Po, rrim ne pa treguar ku jemi. Ne kemi vetë natyrën për të treguar të tjerëve shit çapo bëjmë ne një gjë ndryshe. Unë do thoja për pjesën e piknikut, nuk më duke që në Shqipëri është shumë e zhvilluar. E kupton, është pak e zbehur. Shiko, një sekond tani. Arsyeja pse, ta them edhe. Çfarë ka ndodhur se ka qenë? Çfarë ka ndodhur? Atëherë njerëzit punojnë gjatë gjithë kohës, mund punojnë 8 orë, 10 orë, 12 orë. Dhe siç e tha dhe Artani, ajo përgatitja e piknikut do kohën e vet, do një 3 orë që ti të gatuash, nuk është se ti e merr komplet gati. Dhe me hapjen e këtyre agroturizme, njerëzit çfarë bëjnë? Thotë bio i kam atje, natyrën po shkoj dhe pse duhet unë të lodhem të gatuaj. Pakte një ditë pushim që kam në javë, një ditë diele, unë shkoj e haj me shoqërinë time, një drek që më shumë në drek funksionojnë. Po pse duhet gatuash kaq shumë, domethënë ne kemi këtu pite, perime, fruta. Po pra, po pite, më falë, sa kohë mori ajo pitja për të bërë? 20 minuta, mja 20 minuta. Po 20 minuta, po ajo ka punuar gjithë javës dhe do të shpërët atë fund javë, ditë djele. Kështu që ai 20 minuta për piten, 5 minuta për të larë ato gjërat, frutat, perime që do marri, dhe 20 minuta të tjera, kështu që iku 2 orë. Kështu që jo se po bëjnë mirë, e kanë më praktike. Dhe këto agroturizme prandaj po funksionojnë, se po ta servirin
shumë më të lehtë pjesët. Natyrën e ke, mund të ulesh ku të duash. I modernizuar, po e themi. Po normale. Është edhe kjo për shembull që tani një familje ku ka arritur një standard nuk mund të shkojë tulet tani në bar edhe të tregojë. Jo, sepse janë të opinionet tani të trendet e tanishme për shembull, duke arritur një standard, ti nuk mund dalësh dot me një batanie dhe të ulesh në bar, se tjerët ta marrin edhe para. Ulesh me batanie, po e ke batanie të një mbar. Dakor, por domethënë edhe kjo që tha Olta është ka më të kollajt diku në një agroturizëm ose në një fshat turistik që bëjnë këto dhe ai ja u ka sjell ato komoditetet, ja ka sjell shumë afër dhe njerëzit e kanë shumë të kollajt. Thotë ai pse triun gatuaj kurin kam të gjitha aty bio. Jo, po. Unë për shembull të paktën piknikun dhe këto qëndrimet me orë të gjata në natyrë i lidh më shumë me raportet kolektive, ne mund të organizohemi, të shkojmë dhe të kalojmë disa orë bashkë, sepse për shembull unë po të shkoj me prindrit e mi, mamin tim e zë dielli. Do filloj të zjes me babin. Se çfarë të bëjnë atë? Ja shkova me familjen, ne? Ç'të bëjmë atë? Ideja është që kur shkojmë në paktën në rastet që unë së fundmi kam qenë, ne kemi qenë me kolektivin ton, ishim të gjithë së bashku, shkuam atje, realizuam disa lojra, ishte shumë divertive, shumë argëtuese dhe kaluam disa orë të gjata dhe të mira sepse ka dinamik, do bësh një lojë, do bësh disa pyetje, do pish diçka më shumë, ndërsa unë për shembull po shkova e thash me mamin, me babin, ja, do ulemi aty, do ham çka kemi përgatitur, një orë, 2 orë. Po i njeh prindrit mi, se janë njerëz mirë. I njoh shumë mirë sepse kaloj shumë orë me ta, me babin edhe punoj. Gjithë nga puna babin. E di, po çka ka, po. Çka, po të përdor ty për të folur ca të tjerëve. Unë e di të e di raportin që ke me të tapë. Edhe në rastin konkret, është angazhimi i madh që ne duhet marrim, ne mund të shkojmë atje me ushqimet që na ka përgatitur mami, ose maksimumi do marrim gjëra të gatshme, edhe ne që shkojmë. Në rastin që ne... Shkon drejt agroturizmit, gjëra të gatshme, shkon drejt agroturizmit. Absolutisht. Më fal, do jemi një shoqëri, kush do e bëj atë zgarën? Secili thot, unë shoqë që kam ditë pushimi, do ri tani të ri një orë në zgarë. Po, me ulta se ka gjë orë. Alban, ka njerëz që kanë pasion. Unë për shembull për gatuar, jo më vëlla nuk dua fare, e kupton? Po sa po të shoh pas për të ngrënë. Të kohët e fundit. Jo, për të ngrënë mirë, okay, po për gatuar më lodh pjesa e gatimit, e kupton? Kështu që unë të ikim bashkë. Po të ikim bashkë ne, nuk gatuaj. Olta, po ti sapo na ftove 4 herë në shtëpi. Ta kam gjetur, ta kam bërë, jo, ta kam bërë gati, unë i kam marrë kushtet, i kam marrë kushtet se ftoj mua dhe Julkën. Për të gatuaj unë, shoqëri i bën Julka, është mreh. Po, mirë, dy femra një rregull, normal, që thuajti. Në shqyqyr ju kemi, të prekim pak edhe mentalitetin, kjo dalja e kësajt. Për shembull në botën e jashtme, ose në Europë, ose kudo që kemi mbajtur dhe kemi pyetur, shohim që fëmijët e këtyre njerëzve që merren me aktivitet, këta i çojnë nëpër shkollat e skautizmit në verë. Domethënë gjithmonë kur flasim për piknikun, llogarisim verën. Po, patjetër, tani pranvera është më fantastike, tipike për tamam për piknik. Dhe këta i çojnë nëpër ata mësojnë për shembull se si shtrohet një çadër, se si shtrohet një tavolinë në ambientet e natyrës, se si ndahen ushqimi. Domethënë është një shkollë një javore që bëhet, për shembull këtu kanë filluar dhe kanë parë nga Italia vinë në Lëpush, edhe vinë me çadra, me ato shallat e vegjël, me pallot shkurtra, dhe janë fëmijë, janë skautët dhe ata i mësojnë me këto gjëra. Kam pasur plot për shembull kur vi që bëj këto turet e verës, shoh fëmijë që janë aktiv 6, 7 vjeç, 8 vjeç, ata ngjisin me prindrit e tyre dhe është kënaqësi. Edhe dikur për shembull kanë qenë disa familje që në kohët më të përparshme që fëmijët para 90-s ata i merrnin fëmijët për shembull në ekspedita, i mësoheshin me natyrën, edhe ai gjithkohës tani edhe kur është bërë prind vet, ai ka marrë këto fëmijë sepse është e trashëguar. Do të vijë dhe pak e trashëguar. Jo, do të jetë e trashëguar. Pra Albane kemi neve si prindër në dorë që të vazhdojmë këtë traditën e piknikut, se nëse do të bëjmë këtë gjë me fëmijët tani, bie që ata do të bëjnë të njëjtën gjë kur të rriten. A e di çfarë më bëri përshtypje nga gjithë kjo bisedë dhe dua ta shtjellojmë pak bashkë përpara se të shkojmë në publicitet. Ajo çfarë tani, do të them tani. Pa problem. Artani, se në piknik jemi në fund të fundit, përmendi pak më përpara, tha që kur arrin një lloj standardi jetese, tha nuk të bëhet të ulesh me batanie, të ulesh pra veten. Jemi bërë pak mendje mëdhenj, do të thotë, këto brezat e ri me hyrjen e mirëqenies, hyrjen e këtyre bizneseve,
që ta ulta, pra agroturizmeve, bujtinave, etj, ti e ke standardin më lartë tani dhe të duket vetja shumë poshtë nëse ti merr një çerçaf rëndom dhe ulesh në një cep të një pylli apo poshtë një peme dhe bën një piknik për qefin tënd. Të shohin shtrëmbër. Mua s'më duket çështje standardi nëse ti ulesh me një batanie apo me një çarçaf. Ti mund të kesh standarde shumë të larta dhe nuk më e përfaqëson çarçafi ose batania. Ti mjafton që ke zgjedhur që atë ditë ta shijosh sipas mënyrës që ti pëlqen. E kupton? Ti mund të ulesh edhe unë shtrihem mbar si bie që s'pas kam standard dhe s'pas kam një batanie me shtru, kështu më shijon. E kupton, më shijon të bëjmë pisme dhe të luaj me ata qend. Kështu e shijojun për atë ditë. Një ditë tjetër dua që t'i keni një restorant që ka standard shumë të lartë, e kupton? Njeriu është me faza si e ndjen atë moment, ashtu vepron. Po s'mendoj që është çështje standardi dhe duhet të ndjehemi sikur të perceptohemi nga të tjerë, sikur nuk kemi, se shkojmë për një piknik me një gotë verë, me vete ose verë të hapur, nuk e kuptoj këtë, domethënë. Ne mendojmë, shumicën e rasteve ne mendojmë që ne jetojmë për të tjerë dhe jo për veten. Kështu që njerëz të dashur, shijojeni atë jetën siç ju vjen, sepse jeta një herë vjen. Mos mendoni çfarë do mendoj Olta, çfarë do mendoj Julka, çfarë do mendoj Albani, se asnjë gjë nuk ju ofrojmë ne. Kështu që shijoni me ato të mirat që keni. Unë mendoj që Artani kishte me idenë e mentalitetit ose mënyrës konceptuale se si e kemi qefin. Mua më ka ndodhur të paktën duke referuar edhe qefeve të gjeneratës time, që shikoja diferencën duke filluar që nga tipologjia e klabeve. Nuk ndodh në Shqipëri që të ketë një klab dhe ti të futesh ose të rinj që futen në klab pa tavolin, pa dikë që ju shërben, do me thënë me një birë në dorë që mund të rrinë në këmbë, mjafton të kërcen të ullet. Siç mund të ndodhet për shembull që nuk kishte hapësirë në klab dhe kishte shumë të rinj përballë tek parku që kishin marrë birra dhe vijonin mbrëmjen e tyre aty dhe sepse e kishin ndarë që atë natë do të dilin. Nuk më ka ndodhur kjo gjë ta shikoj në Shqipëri dhe nuk ka të bëjë me standardin se sa ka të bëjë me mentalitetin dhe formën se si ne e konceptojmë qefin. Ne qefin e konceptojmë në aspektin e komoditetit. Domethënë ne nuk bëhet në gjykimin tonë ose në të paktën në çfarë kam arritur unë të kuptoj, nuk bëhet qef nëse si e komod. Në fakt mund të bëhet qef edhe nëse si e komod, mund të bëhet qef edhe duke ulur në bar edhe duke pirë një birë në bar dhe jo domosdoshmërisht të shkosh të marrësh shishet e shtrenjta që ofrojnë klabet dhe pubet ose të duhet domosdoshmërisht një tavolinë ku mund të të shërbejnë. Në Itali e çova te klabet për të bërë një paralelizëm më pas me piknikun, me natyrën dhe me lidhjet. Pra, ne edhe agriturizmet funksionojnë dhe ishte një alternativë shumë e mirë që e dha Olta, sepse ne e kemi në këtë mënyrë të konceptuar mënyrën se si ne bëjmë qef ose si e shijojmë. Pra, komoditeti për ne është parsor dhe ne nëse arrim një standard, duam që ta shfrytëzojmë në mënyrën më komode të mundshme. Unë do mendoja jo në bazë të standardit, por ne duam komoditet në bazë të tangërlikut. Po e themi qik shumë shqeto, sepse shqiptarët, do me thonë, kanë një x lek sot dhe shkojnë në për klabe, që ti them vajzës, shkojnë në për klabe dhe duan ato Dom Perignonin, që nuk e di sa bën 1.000 euro, 2.000 euro se kam i den, dhe për ato ditë i mbarojnë lekët, dhe ditën tjetër nuk kanë më dhe ngelen pa lek në xhep. Kursa ai në Itali e ka shumë kollaj të marrë një gotë, se s'ka si gjë sa mund bëj 10 euro, 20 euro, se kam një der, po jo në bazë të komoditetit, ne bëjmë në bazë të tangërlikut që ajo tavolina atje, ose ajo vajza atje, të shikoj që unë kam Dom Perignon. Pra, komoditeti në këtë rast, si thot Klegja, kthehet në përdorim të term të shëmtuar tangërlik. Tangërlik, po normale, se prandaj të thash, ne jetojmë vetëm për të dukur në sytë të tjerëve që ne kemi, ne nuk e jetojmë vetëm për jetën tonë. Ky është gabimi më i madh që bëjmë. Patjetër ne shikoje, për shembull, shumica e shqiptarëve vishen me firma fake, e kupton? Nëse një bluzë do bëj 500 euro, ti do ikësh ta marrësh një kot, po e përmend një Louis Vuitton që bën 50 euro. Pse? Ti do të arrish atë. A ka më bukur një bluzë thjesht që mund bëj edhe 100 euro, mund bëj edhe 10 euro. Aman ti ndjesh komod me atë që ke veshur. Jo, ne duhet të barazohemi me atë shtresën e lartë. Janë të ndara shtresat, e kupton? Kjo është... Por një gjë është e sigurt që të gjitha shtresat bëjnë piknik. Unë doja të shtoja diçka që ka lidhje dhe me piknikun, është problemi mbetorinave. Neve kemi diçka neve duhet ta fusim tamam, ne vërtet i nxjerrim pjatat, hajmë edhe pim edhe shishet dhe pastaj neve guidave na bie tani, sidomos tani në këtë kohë, neve mbajmë nga një qese të zezë me vete dhe unë pa i thënë asnjëriut eci kur bëj atë shtegun edhe çfarë gjej kanoçe, shishe, unë i marr.
edhe më thojnë, po pse? I thash, po ja, shiko, ka gjë më të bukur tani, shive sa i bukur duket shtegu. Kështu që edhe kur shkojmë në për piknike, në për këto, si që nëzorëm, ashtu mund t'i mbledhi me i qeset zezët, nuk na kushton me i marë prap me vete. Ja, është minimumi. Është gjë më e mirë, që ne duhet ta themi. Është çështje edukate. Është çështje edukate dhe mënyrës se si do t'i hedhim. Është gjëna. Jo, shumë e drejtë. Ajo natyra është shumë e bukur me atë barin jeshil, ato pemët që kanë çelur, ty ta dha atë kënaqësinë. Tani jam dakord, por ne nuk jemi lindur për të mbajtur, ne jemi lindur për të shkatëruar çdo gjë të bukur, e kupton? Është e pamundur. Jo, duhet i themi shumica, qoftë edhe në një emision të tillë, ne duhet ta themi patjetër. Se është kryesorja. Ne kishim në plan që ta diskutonin pas se të flasim edhe për pjesën tjera pas publicitetit, nuk diskutohet. Kjo është aja, përveç qefit. Unë se konceptoj dot, po edhe unë shpeshere gjej veten, si zoti Artan, që pastroj gjërat që janë poshtë, apo kemi shkuar një plazh për shembull, dhe kanë lënë aty të gjithë gjërat që kanë konsumuar, që për mua është jashtë logjikës, dhe kemi mbledhur edhe mbeturat e tjera. Ne shohim të huaj që vinë, që na thonë që duam të bëjmë këtë lloj trelli ose këtë lloj shtegu, kur janë duan pirës, për shembull shkojnë veç edhe kanë një taketuke të vogël, as plurin e duhanit nuk e arrin ta hedhi, edhe e merr e fut ai edhe e merr me vete e fut në xhep edhe vazhdon. Kulturë edukate. Dhe një fjalë të vetme që mua më ka ngelur në mendje vitin që shkoj, sepse ky shtegu që neve kemi, që jemi më të lumturit që kemi shtegu Valbon Theth që bëhet tani po bëhet në mas, është një nga shtigjet më të bukura. Nga më të bukurat gati në gjithë botën, ai është cilësuar, domethënë si hyn ato top 10 që kanë ata, edhe një profesor gjerman me mbesën e tij shumë të vogël, i bëri përshtypje sepse po flisja, të gjithë ishin pothuajse të huaj. Edhe më thotë, më fal, ku janë shqiptarët? Mund të ishin 300 veta atë ditë, që më ashtu dhe ai nuk kishte parë, ja i thashë unë jam shqiptar, i thashë mirë, dakord, unë të dallova që je shqiptar, tha, por tha ku janë shqiptarët? Shqiptarët janë në det, i thashë. Nuk e konceptojnë dot që në muajt e verës shqiptarët të vinë të gjithë malin. Edhe mund të ishte në 300 veta, mund të ishin gati 7-8 veta mund të ishin shqiptarë aty. Shiko, do ta vijojmë, Do ta vijojmë pastaj dhe do të isha shumë interesuar sepse shpesh edhe miq që po na ndjekin thonë që nuk ka shumë vende për të bërë pikniqe. Dhe ne do ju tregojmë që ka vende për të bërë pikniqe dhe Artani do ta japë dhe do të jetë një guid shumë e mirë vetëm pas pak.